Pas 30 ditësh agjerim të muajit të Ramazanit, besimtarët musliman në Lezhë kremtuan festën e Fitr Bajramit. Ata u mblodhën orët e para të mëngjesit në xhaminë e qytetit për të falur namazin e Fitr Bajramit, ndërsa rituali fetar u drejtua nga muftiu i Lezhës Sadetin Kotri. Në këtë ditë të shënuar, muftiu i Lezhës përcolli një mesazh të veçantë për besimtarët, duke theksuar rëndësinë e sakrificës, solidaritetit dhe mëshirës që përcjell muaji i shenjtë i Ramazanit dhe Fitr Bajrami. Që ne të jemi të parë që të shkojmë për vizitë, të jemi të parë që të shtrim dorën, që të jemi të parë që të japim selamet, që të jemi të parë që të puseshim i pare, që të jemi të parë që të shkojmë për vizitë dhe të respektojmë njerëzit, kështu mund të hapet bereqeti mirësia, kështu mund të hapet besimi, kështu mund të përhapet feja drejtë e vërtetë Allahu që flos të njerëz, atëherë mos ta neglizhojmë këtë sunet të rëndësishëm. Pas faljes së namazit, besimtarët shkëmbyen urimet mes njëri tjetrit, duke ndarë gëzimin e kësaj dite të bekuar. Tradicionalisht, shumë prej tyre vijojnë të vizitojnë familjarët dhe ndihmojnë ata që janë në nevojë, duke ruajtur kështu frymën e humanizmit dhe bujarisë që përçon kjo festë.